miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Çfarë do të ndodh për 24 orë diçka befasuese në jetën tuaj? Pra, çfarë do të ndodh për 24 orë diçka befasuese në jetën tuaj? Çfarë është kjo? Vjeta e kupave tregon një falënderim, një mirënjohje të madhe për ju të dy, për dy persona të dashuruar, për këtë ylber kupash, për këtë oazë të mrekullueshëm që do ju sjellë në jetën tuaj ky lajm për 24 orë. Në çdo çakër të trupit të njërit nga partnerët, pra të mashkullit tuaj, do të ketë bollëk, do të jetë i mbushur me bollëk, është larg dhe vjen drejt jush me këtë kal. Pra, ky është një lajm befasues që vjen drejt jush për 24 orë. Mashkulli jot ideal do të vi drejt jush për këtë 24 orë, sepse është shumë i lënduar nga kjo largësi që ka, nga këto probleme që ka pasur. Ka qenë i fokusuar shumë tek pjesa e bollokut, tek pjesa e financave. Ka luftuar fort larg atje ku është dhe vjen në mënyrë të befasishme për 24 orë drejt jush. Është në botë dhe do të bëjë një mbyllje cikli për të bërë një transformim në këtë lidhje, në këtë jetë. Ka rrotën e fatit që e ndihmon tek shëndeti, tek bolloku, tek dashuria, tek ndryshimet të mëdha, tek transformimet, e ka si hajmali mbrapa shpinës. Ky lajm nga personi juaj zemrës është lajmi befasues që vjen për 24 orë drejt jush. Me kë rezonon kjo energji? Me kë shenjë? Me kë gërm dhe shenjë? Me gërmën Q, me gërmën X, gërmën H, gërmën L, T, R, Q, gërmën P, gërmën J, I dhe gërmën Y. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me ujorin, me peshoren, me denin, me britjapin, me dashin, me binjakët, peshqit dhe me luanin. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot, një zemër dhe një like poshtë videos për të më suportuar që të bëj video sa më të bukura të mbushura me energji pozitive.